Ringjitet pas 6 vitesh në skenën e teatrit, operas dhe baletit, opera e njohur e kompozitorit italian Giacomo Puccini, Turandot. Në qendër të shfaqjes është historia e princeshës Turandot, e cila është një grua e fortë që komandon popullin e saj me dorë të hekurt. Kalafi, personazhi tjetër kryesor, vjen dhe zbulon bukurinë e Turandotit dhe magjepset pas saj. Princesha Turandot. Çdo kandidati për t'u bërë bashkëshort i saj i jepte 3 enigma për të zgjidhur. Nëse ato nuk gjendeshin atëherë, ata dënoheshin menjëherë me vdekje. Kalafi, personazhi kryesor, e pranon këtë sfidë nxitur jo vetëm nga bukuria e Turandotit, por edhe se pas martesës me të, ai do të bëhej mbret. Kalafi arrin të zgjidhë të 3 enigma dhe pas kësaj princesha e pushtetshme Turandot i dorëzohet forcës së dashurisë. Turandot erdhi me regjitë italiane të Nicola Zorzi dhe interpretim të Almardo Clogerit në rolin e Kalafit, Eva Golemi në rolin e Turandot, roli i Lius u interpretua nga Eriona Gjuzeli e të tjerë. Turandot është një opera me 3 akte me libret të Giuseppe Adami dhe Renato Simonit. Shfaqja e parë është dhënë në teatrin prestigjos La Scala në prill të vitit 1926 në drejtimin e Arturo Toskaninit.